fantastike, është e jashtëzakonshme se si në vitin 2025 ke pafund njerëz në rrjet që i besojnë vërtet disa gjana që ridin, dasi ti thanë si mite për me rinjallë, sidomos në arbreshët, për me rinjallë i den që shiko se ne kena një gju që është e vjetër, e tjerë, por unë jam i bindur, jo shumë kush me ndonë si unë, por jam i bindur që ato e dinin, që këto çka thonin kishin vlera letrare, kishin vlera emocionale, por jo vlera gjuhësore dhe shkencore. Dhe ndërkohë vim sot, në 2025, kur ka ecë para gjithçka e kësaj bote, inteligjenca artificiale ulet dhe të bën një libër, të bën një poezi e tjerë, dhe ti ke ala njerëz që janë të dhunshëm, pra janë njerëz që janë gati me emrojt, me forcë si den, që gjuha shqipe është nana e që gjuhëve të botës. Dhe ti nuk i kundërshton dot. Pra, një mit që u kriju me një synim të caktuar për me rinjallë kombin që ne e kishim harruar që ekzistonte si komb, tani e besojmë, tani që ne kemi vetdijen kombëtare, kemi gjuhën, kena institucionet, ku diun se ç'a, besohet me forcë. Po është fantastike, është kryevepër, si ka mundësi.